Në barazim 1-1 është mbyllur super sfida e grupit A kategoria 2 të Shiroka Bezdidhja me trajnerin Mattias Tatangelo të Shirokës. I kënaqur me 1 pikë apo sei contento per questo una pica per un punto? No, non sono contento. Nuk jam I kënaqur. Volevamo di più. Kërkoshim më tepër. Penso che por momento siamo stati superiori. Mendojmë se ishim më superior se ekipi kundërshtar. La squadra più forte del campionato. Me kundërndeshjes më të fortë të kampionatit. Abbiamo sbagliati tanti davanti alla porta. Gabum shumë përpara portet. E niente, sono contento per il gioco che hanno dimostrato I ragazzi, ma jam I kënaqur për lojën që kanë bërë per il risultato. Por jo për rezultatin. Professor, ju pam shumë herë që kontestoni të arbitri e ndeshjes. Sempre contestato l'arbitro. Sì, ma non è che non sono contento con l'arbitro. Nuk është se jam shumë I kënaqur me arbitrin. Veramente ha fatto una bella partita, non sono di parlare dell'arbitro. Pavarësisht se ne që u bëa mirë, nuk kam të drejtë për me folë për arbitrin. Nuk flas kur. Ma se tu vedi le statistiche in qualsiasi pagina anche nella federazione, po të shoh statistikat, siamo la unica squadra che non ha ricevuto un rigore a favore. Jemi e vetmja skuadër që s'kena marrë as edhe një penallti, edhe pse kena pas mundësina. Le altre squadre che stanno lottando con noi nei primi posti, ekipet tjera që janë poshtë nesh, in 10 partita ce l'hanno più di 5 rigori. Në 10 ndeshje kanë të paktën shumë penallti. Abbiamo 5 gol in contra o 4. Kemi 4-5 gola kundër. Due gol sono stati di rigore. 2 kanë qenë me penallti të Luzi. Non voglio parlare di arbitri, però quando vedi queste cose... Nuk kam dëshirë më folë për arbitrat, por kjo është nga një herë, edhe pse jena ekipi vogël. Scusa la parola, ma un po' ti fa incazzare. Më fal për shprehjen, por të nevrekosi fije. Ndeshjen me 2 rivalet kryesorë fazën e dytë keni jashtë shtëpie. Tutte e 2 partite con rivali non ci sono dentro al casa, ma è difficile? Sarà difficile perché anche per noi questa partita è stata difficile. Është shumë e vështirë, sepse edhe këtu ishte shumë ndeshje e vështirë. Avevamo 3 giocatori da titolare che eravamo in una gamba perché sono infortunati e hanno giocato uguale. Kishim 3 lojtarë që luajten vetëm me një këmbë, por luajten si titular. Noi abbiamo 25 giocatori për momentin nuk kemi 25 lojtarë në skuadër për arsye të ndryshme. Certamente facciamo fatica a lottare contro Sopoti, contro Bezdidhja. Do të bëjmë maksimumin për me luftu edhe për kundër Sopotit edhe Bezdidhjes. Che hanno un presupuesto più ampio. Sepse kanë më shumë eksperiencë dhe normalisht janë ekipet forte. Ma al di là di quello penso che stiamo facendo per noi. Por gjithmonë ne do të shohim se çfarë bëjmë ne, një kampionat shumë mirë. Un anno e mezzo di vita, di storia. Kena një vjet e gjys histori. E giocare così per come ha giocato Giroka oggi con la palla per terra, cercare le transisioni, per me è un orgoglio. Për të losim siç luajt me këtë ndeshje me topin për tokë dhe duke fituar tranzicionet, për ne është maksimumi. Një Shirok që I gjeni nga kategoria 3 ka bërë mjaft mirë në fazën e parë. Vazhdon të jetë ai objektivi për una Shiroka che viene da terza categoria, viene qui e fa si bravo e c'è un rivale come Bezdidhja. Sì, no, noi facciamo complimenti a Bezdidhja come se l'abbiamo fatto a Sopoti anche. Do të thojmë një falënderim të veçantë për Bezdidhjen ashtu siç kemi bërë edhe për Sopotin. Certamente loro sono I favoriti per vincere il campionato. Normalisht ato janë favorit për të fituar kampionatin. Noi questo è il primo anno e penso che lo stiamo facendo perfetto, meglio di questo penso che nessuno aspettava. Ne viti parë dhe po bëjmë mrekulli, të them drejtën askush nuk e priste. Dobbiamo essere orgogliosi perché anche dimostriamo un bel calcio e penso che la gente viene a vedere Giroka per come gioca, no per si vince o perde. Duhet jemi krenar sepse ne po bëjmë një futboll shumë të bukur dhe njerëzit që vinë këtu vinë për me të parë Shirokën se si let dhe jo a fiton ose sfiton. Professor, qëndërmbrojtësi Dibra lojtari më I mirë në fushë sot për Shirokën, sa ndihmon ekipin. Dibra è grande giocatore, c'è più buono di squadra oggi. Abbiamo tanti giocatori buoni. Dibra è uno del nostro pilare dietro. Kemi shumë lojtarë të mirë në ekip. Lui ha sacrificato tanto. Dibra ka sakrifikuar shumë sot, sepse ka ardhur është pak I dëmtuar. È un giocatore per me di altra categoria. Është një lojtar që është për të luajtur një kategori tjetër. E con la sua esperienza ci dà fiducia dietro, no? Dhe me eksperiencën që ka, na ka dhënë siguri mbrapa. Abbiamo anche Buzza, abbiamo anche giocatori giovani che meritano di farsi vedere. Që ka eksperiencë, po kena edhe lojtarë të ri që duhen shikohen. Lavoriamo per quello. Dhe po punojmë për këtë gjë. Keni ekip shumë të mirë. Me 2 blemi në janar, personi deri në fund për mua. C'è un bravo team con 2 giocatori che vieni a gennaio.
facciamo fino a fondo. Sì, siamo una squadra buona che lotta, che cerca di giocare bene. È quello che stiamo parlando adesso con tutti, con il presidente, con i manager della squadra, e di cercare di ampliare la squadra perché siamo pochi. Është me të vërtetë jena një ekip I mirë, po edhe me këtë po bisedojmë edhe me presidentin dhe me menaxherin që të mendojmë për blemit në janar. Niente, adesso abbiamo tempo e cercheremo di trovare i giocatori che ci vengano a dare una mano per aumentare il livello della squadra. Tani kemi kohë dhe do të mendojmë për lojtarë që do të bashkohen me ekipin tonë. Grazie. Grazie anche a voi. Grazie.